Përshëndetje, ditë të mbar, javë të mbar, ju uroj. Ka për të qenë s'ka ku të shkoj. Ka për të qenë sepse ndryshimet që bëhen nga dita e sotme, kemi një ndikim, nga njëra anë në ndihmon shumë dhe nga gëzimi më tepër që i tepërtit edhe gëzim që i tepërtit dëmton. Sepse nuk mendon me logjikën, po mendon se kështu është gjithmonë. Ato që do t'ju thosha, miqtë mi, data 20 tetor formohet ndikimi i Mërkurit me Marsin Akrep, ku nga njëra anë ky kënd ka shpejtësinë e mendimit, në anën tjetër kërkohet kujdes jo me shpejtësinë e makinës. Kujdes me timonin. Pikërisht këtë ditë, dhe kjo do të thotë veçanërisht nga grindje dhe tensionet keni kujdes. Nga puna, dakord, ose mund të pini pak më tepër nga një gëzim që do të keni, duhet kujdes i madh në këtë aspekt. Më vëmendje do të kenë Demi, Luani, Akrepët, Ujori i fundit të ditës së dytë, fillimi i ditës së tretë, ose ata që kanë diellin ose ascendenten, e cila është afër gradës 19, të shenjtë më sipërme. Prandaj ju them se kemi disa ditë tani. Kjo javë do ketë domethënë të mirat dhe vështirësitë e veta, por nga njëra anë është edhe gjëra që do të diktojnë, do të ndikojnë dhe kërkohet vëmendje. Më mirë të jemi të vëmendshëm që të dalim të fituar nesër, sepse kuptojeni kaq. Duhet pasur kujdes në lidhje me shëndetin, sepse nuk ka mjete, nuk ka robi njeriu pjesë këmbimi, nëse prishet një dhe ta blej. Prandaj keni kujdes. Unë ma them, robi nuk ka pjesë këmbimi për të zëvendësuar. Flasim originalet. Prandaj duhet pasur kujdes në këtë aspekt. Nga ana tjetër, duhet të përgatiteni për sa i përket kur keni probleme madhore në fushën e ekonomisë ose disa gjëra që nuk jeni munduar shumë për të bërë diçka, po se keni arritur, dhe kjo bën që me kalimin e kohës gjërat të ndodhin ndryshe, mundoheni shumë, po kjo javë është java që të ndikon në atë që do të bësh, dhe thot po ec përpara, po tu kufizohu pak. Pra gjërat janë në vazhdimsi që mund të keni një jetësi në kohë, pastaj nëse keni kujdes sot. Sot, nesër, pas nesër, këto ditë që mund kemi, sepse kemi dhe disa aspekte planetare.